Habit mjeku. Përzjeni sot buke me krip dhe do shpëtoni nga ky hall. Nëse doni dhëmbë të bardhë dhe të shëndetshëm, kjo është një përfitim i mirë edhe që mund të sjellë kripa në kombinim me sodën e bukës. Sipas mjekësisë, kripa përmban kalcium, magnez, silikon, fosfor, sodium, nikel, hekur, të cilat janë disa nga elementet dhe mineralet të dobishme për shëndetin dhe në kombinim me sodën e bukës mund të japin një zgjidhje mjaft efektive. Është vërtetuar se substancat që gjenden te kripa forcojnë mishrat e dhëmbëve, mbrojnë kundër problemeve të tartarës dhe erës së keqe të gojës. Sa kaq, përdorimi i kësaj recete në kushte shtëpie mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë. Madje ato mund të zbardhin dhëmbët me kalimin e kohës. Me përqindjen e lartë të jodit, kripa e detit ka veti antibakteriale dhe ndihmon në neutralizimin e aciditetit në gojë. Ajo që duhet të bëni është të lyeni furçën e dhëmbëve me pak krip dhe të fërkoni dhëmbët ashtu siç bëni zakonisht kur I pastroni ato.